Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Beskallaku rigjen dashurinë, zbulon emrin e partneres. Beskallaku duket se po jeton një kapitull të ri në jetën e tij romantike dhe këtë herë ka zgjedhur të ndaj hapur me publikun. Aktori i humorit, i cili prej kohësh ka qenë në fokus për jetën private, ka dhënë së fundmi një sinjal të fortë se është i dashuruar dhe më i lumtur se kurrë. Përmes një Insta story që ka marrë vëmendje të madhe, Besi publikoi një foto ku shihen dy duar të shtrënguara, një imazh i thjeshtë në pamje të parë, por me një simbolik të fortë. Ajo që bie menjëherë në sy është tatuazhi në parakrahun e tij ku lexohet emri Ejona, i shoqëruar nga data 25/12/2025, një ditë që duket se ka një domethënie të veçantë për çiftin. Në sfond dëgjohet kënga I Will Love You Forever, duke përforcuar edhe më shumë mesazhin romantik. Nën emër dhe datë, aktori ka shtuar edhe një frazë poetike: "Trëndafil në kohë lufte", një dedikim që lë të kuptohet se kjo dashuri ka lindur dhe është forcuar mes periudhash të vështira apo ndryshimesh të mëdha në jetën e tij. Sipas burimeve, kjo romancë nuk është e re. Beskallaku dhe partnerja e tij kanë disa muaj që janë në një lidhje të qëndrueshme, por kanë preferuar ta mbajnë larg vëmendjes së publikut deri tani.